Përdori kokainë për të arritur kënaqësinë seksuale, zbulohet pse vdiq ish kryetari i bashkisë. Les Winwood, 67 vjeç, ish kryetar i bashkisë Bridgnorth, Shropshire, ka vdekur nga mbytyja në një apartament në Bilston, Wolverhampton. Një hetim ka zbuluar se ai kishte konsumuar kokainë dhe vodka për disa orë përpara se të vdiste, duke përdorur një qese plazhi dhe duke u lidhur me një karige për të arritur kënaqësi seksuale përmes asfiksisë. Hetimi zbuloi gjithashtu se përdorimi i kokainës për arritjen e eksitimit seksual kishte shkaktuar një stres të konsiderueshëm në zemrën e tij, pasi ai kishte pasur probleme me shëndetin kardiak. I vdekur nga një aksident tragjik, Winwood kishte vizituar disa herë pronën e shitësit së kokainës, Cat Kennedy, i cili ishte në burg për 2 vjet pasi pranoi fajësinë për prodhimin e kokainës. Kjo ngjarje ka tronditur komunitetin lokal, ku Winwood kishte qenë një figurë e njohur dhe e dashur për mbi 40 vjet, duke shërbyer si antar i këshillit dhe 2 herë si kryetar i bashkisë së Bridgnorth.